Përmenen disë herë çështja e instituteve. Në Republikën e Kosovës, dihet mirë filli, prej 99 se këndejnë çfarë fazash kemi kalu. Qeveria e parë, e zotit Haradinaj ka pas formu një institut për hulumtimin e krimeve. Çfarë ndodhi? Intervenimi politikës, u shua institut, e boni një institut tjetër qeveria Thaçi, u shu ky institut, e boni një institut tjetër qeveria e zotit Kurti. Tani, autorin fjalë dhe ngjarje të cilat rrëdhen. Lutem shumë dhe është mirë mos më shu, gjithsesi. Por po flasim për një histori të keqe. Zoti Krako, po flasim për një histori të keqe, po lutem shumë që mos ndodhet, gjithsesi të merr formë ky institucion i rëndësishëm së veçantë për Republikën e Kosovës. Tani, çështja e autorit Gashi, unë Bajagimati e njoh dhe ky gjithmonë ka pas këtë përqasje dhe këtë bindje. Kurse jehonën, fuqizimin e vetë në opinionin publik e mori pas viti 2021. Nuk është i ri zotni Shkelzen Gashi me shpjegimet për qasjen e veta, ndukjen përbërje në metodologji kontroverze. Gjithsesi, ndoshta jo me një bazë të mirëfill shkencore, mirë po jashtëzakonisht kontroverze. Por fuqizimin e mori pas viti 2021, kur po them fuqizim po lidoj medial edhe në fund fuqizimin financiar shtetënor. Pra nuk mundemi me nda këtë nga faktorët rrethonat politike të fuqisë politike të subjektit që ka këtë fuqi politike. Smundur. Ose atër dush me funksionu për gjithë njëjtë. Edhe për ata që kanë lypë shkëmbim territoreve, edhe për ata të cilët kanë lypë amnistit krimeve, nuk bën se këto e në që kanë amnistit. Provova atjem jashtëzakonisht i kulturuar në dëgju, provo ta bësh edhe ti këtë, lutem, veç të përfundaj. Çështja është, për mua s'është befasi. Për arsye se minimalisht 3 ministra në qeverinë Republikës së Kosovës i kemi ku njëri ka thënë UÇK është financuar me trafikant droge. Tjetri ka thënë shërimin e Kosovës më mirë kishim kaluar se më lirë kishim kaluar me mercenarë se sa me ushtarë të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Kemi një ministre tjetër e cila ka deponuar në gjykatën speciale të dhëna dhe ka pranuar mirëfilli se po kam deponuar. Në deri tash folën për saktësi një frym, në asnjë mënyrë s'po ja fusi kot. Më thuaj cilat kanë qenë rrotë. Po duhet me qenë disa saktë. Lutem. Kur s'ka thonë ato që thotë. Kur qenurit akademician nuk përdoret as shpreha ja ke fut kot. Mirë po, ja adoptuar me rrethonat politike, një akademician nga Franca ja adoptuar me rrethonat politike të subjekt në asnjë mënyrë të subjektit politik të cilin aktualisht po manovron. Në kuptimin e jetesës tonë politike në Republikën e Kosovës. Po jo, jam profesionalisht i denu me qeni sakt. Nuk guxoj me fol në ajër. Unë e besoj të që po thoni duke mos po aty në politik. Për arsye se një autoritet që e don aspektin shkencor, akademician, shpjegimin situata mirë, për politika pak i ka ndryshuar gjonat. Tani, për mua është shqetësuese në qoftë se nuk ka një distancim të mirëfillt të këtyre figurave të cilat janë pjesë e qeverisë dhe i hedhin njeriu që në son fundit trajektoria e tij e veprimit e shpjegimit të ngjashme është e njohur për Republikën e Kosovës dhe për secilin qytetar që i njeh punimet dhe punën e tij. Ata mbyllin. Tani, çështja është, a ka qenë në portore në portore të Parlamentit të Kosovës akuza për vrasje politike pas luftës. Hajde përgjigjesh me tash ti. Është pasjellshëm problem mund të intervenuo. Mos më trego për pasjellje. Jo, është jashtëzakonisht e pasjellshme. Mos më trego për pasjellshëm se ti edukatori kërkuesi këtu. A do më debatuas, po do më debatu. Mos më fol për kulturën edhe për sjellje. Mos më fol sepse ti e ke marrë dominancën kryesore sot të emisionit edhe kërkosh të ndërhyjni. Dhe ti nuk po e bën këtë por agon diçka që jashtëzakonisht ty në momentin kur të ndërhyj për me debatu ti mos ma përkufizon me respekt dhe me mosjellje. Nga praktika ato kam thonë nga ti, zoti është ka pas në foltore të Parlamentit akuza për vrasje politike pas luftës shkurt. Shkurt, çka ka këtu pasjellje? A ka pas apo nuk ka pas? Le të shpjegoj mos ka se ti po do me argumentu. Kemi një frymë e cila është inspiruar, fuqizuar, po jo mos më ndërprej edhe ti mua. Mos më ndërprej edhe ti mua, nuk e dëgjoj. Mos më ndërprej edhe ti mua. Mos më ndërprej. Jo, më ndërprej ti më ndërprej. Për arsye se unë më respekt. Jo në asnjë mënyrë. Në asnjë mënyrë. Sepse ti momentin kur fragmentarizon momentet caktuara. Ta dëgjoj Maluku çfarë ka për pas akuzat të vrasjeve të pas luftës të eksponentëve që më pas kanë bërë koalicion. Kam bërë koalicion. Dhe s'mundesh tash ti me çëm gjykusjosh për veç për një
edhe me parasit një antë medaljes. Ota me kujdes këtë konë një të regu i pasjelëshëm. Ja, në asë një mënyrë, i pasjelëshëm për të ti, për arsye se po i dëgjova me kujdes të shtua, dhe me respekt, nuk e bone këto, dhe kjo është jashtëzakonisht, jo është shëndeshme as për debatin aktual që është. Shëllimo për çështjen e cila është rrjedhshme. Mund debat merr me njerëz e cila është jashtëzakonisht e pashëndetshme për debatin. Momenti kur fillon ti me fol, ti momenti kur fillon me fragmente me fol, ti atëherë do me manipulu me deformu. Fragmente, si manipulime. Çepse. Në asnjë mënyrë nuk ti ke pas këto akuzat më të rënda që e mbopi njerëzve që më pas janë bërë që ka marrë të koalicionit edhe s'kikuzim me thonë këto. Është e vërtetë. S'kikuzim me thonë. Që kjo është. Më thonë s'është kjo më me sjellje me edukat. Mos guximin tënd, mos e kamuflon me mirësjellje dhe respekt. Nga repertuari ynë që është jashtëzakonisht deri në fund. Ose vetëm pjesë që i edhe ashtu nuk po ju kuptojmë asgjë.